Kur e ka çliru Mekkën, vendin më të shenjtë në fytyrë tokës. E ka çliru, thot transmetuesi, vallahi, pimarës të madhe e pat ul kokën ma poshtë se kafsha. Pimarës të madhe pat ul kokën ma poshtë se kafsha. Thot Ibn Hazmi rahimahullah, nga turpi që e ka pas pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur njerin se ne ka kshir gat në fytyrë, pimarës që i ka ardhur. Sa ne ka ul kryen. Ndërkohë që kemi njerëz ty, Allahu na rujt me e qel gjeografinë e trunit ti, pa le far kibri del aty. Allahu na rujt dhe na pastrof trunet e tonë, i pastrof zemrat e tona, pastrof shpirtet e tonë, mos ket në to kibër. A di çfarë do të thonë ti me pas një cilësi të pretenduar, që Allah do të kanë cilësia ime që do të vinë hadithet e radhës. Allahu gjela ka thënë me të mbajturit me të madh, të mbajturit me të madh. Kibri, a jemi? Kush ma merr e grisi.